Rikthehemi me pjesën e dytë të duelit ndërmjet Borës dhe Trepçës. Pra kjo ndeshje mbetur nga gjiroja e 5, një lojë niveluar në pjesën e parë me Borën që nisi më mirë takimin duke krijuar edhe përsi prej 9 pikëve gjithsesi. E pa më pas Trepçën të rikthehet gradualisht dhe seria prej 17-5 në çerekun e dytë i dha atyre edhe përsim prej 7 pikëve. Gjithsesi, Bora u përgjigj dhe e shkriu avantazhin e Mitrovicasve ndërsa pas 20 minutave, pra 36-39, më i dalluari tek skuadra e Trepçës është Mikajlet Mushić me 10 pikë të realizuara. Për ato tek Triljon Ajrizi, Galet dhe topin tek Jones, i cili gjuan dhe realizon. Jules në anën tjetër tek Bora është më i dalluari me 14 pikë të realizuara, teksa i ka marrë dhe 6 kërcime. Amin Hot tek Mekić, bukur Zeqiri, nuk qëllan e merë dhe njëherë veta top. Për të përmirësuar vetën e pati pranë Mikajlet Mushićin, i cili ran nga mbrojtja. Jackery Payne ndalet në gjysmë distancë, ndërgjuajtja. Medi ka luajtur i fundit. Shojmë edhe njerë momentin. Nuk arriti të e kapa top. Të Mushić, Gjuan, nuk është i sakt, Jones lufton gjithsesi. Batën Tuna është ai i cili e siguron vazhdimin e sulmit të skuadrës së Trepçës dhe vjen treshja e Triljon Ajrizit, i cili e qëllan pikën e tij të 8 dhe treshën e tij të dytë sonte për 38-44. Amin Hot, Mekić, bukur tek Zeqiri, Gjuan nuk qëllan asaj radhe në të parën. Dojta marrë topin gjithsesi, jo në anën tjetër, Triljon Ajrizi deri në fund, realizon, dalet edhe me faul nga Adem Mekić, do tjetë edhe në vjen e gjuajtjes së lirë, 5 pikë eksprese të Triljon Ajrizit, i cili barazohet me pikë me Mikajlet Mushićin, nga 10-2, më të dalluarit, ka mundësin që të bëhet kosha shumë si më i mirë tashmë. Rezart Mehmeti do të ullet, Genc Zeqiri kthehet në loj, 38-27. Amin Hot. Kjo është tashmë edhe përsia më e thellë e skuadrës së Trepçës. Fantastik në mbrojtje, edhe një herë është Mikajlet Mushić kundër sulmi Jackery Payne, i cili realizon furrishëm me startojnë pjesën e dytë. Mitrovicasit, të cilët tashmë kanë krijuar edhe e përsi 2 shifrore. Shohim topin e vjedhur të Mikajlet Mushićit dhe kundër sulmin e fundit seria prej 11-2 e skuadrës së Trepçës i jep Mitrovicasve avantazhin 2 shifror, ndërsa super i nervëzuar është trajneri Zoran Kashelan. Pra e përmenda që të dyja skuadrat sonte po luajnë me roster që kanë pasur në gjirën e 5, pra tek Trepça mungën Hesbrook e Henry, në anën tjetër tek Bora mungojnë Cheese, Peyton Jr, si edhe playmakeri Hunter. 3 mungesa në njërën anë, 2 në anën tjetër. Kthehen tashmë lojtarët në fushë.
Seria ishte fenomenale, Trepqës 11-2 pra në 2 minuta, 10-2 më falni, në 2 minuta, faulli Rezart Mehmetit. Personale 4. Rezart Mehmetit. E shojmë edhe njerë. Kësa ngullet Genzeqiri, plana kthehet në lojë. Vazhdimet të bukura të Mitrovicasve, vazhdojnë me lojë më të mirë. Sean Jones realizon, e seria e Trepqës vazhdon 12-2. Ka shkelur me gjazvijen Jules. Sa ti pasimet të Mekic Zeqiri kthehet. Rezart Mehmeti ullet për të pushuar, është ngarkuar pra me personalin e 4 të tij. Vetë se ka filluar pjesa e dytë që në debërtimin e Jackery Payne. (14-2) vazhdon seria e Trepqës. Ka faul nga Tuna. Në fund të pjesë së parë, ashpër ishte trajneri Adis Beqiragic që ndaj batën Tunës. Mekic tek Aminhot. Dalet në gjysmë distancë, Aminhot realizon. Pika 11 e Aminhot që bëhet koshashënuesi i dytë me pikë 2 shifrore tek skuadra e Borës. Jules ka shkaktuar faul. Personalja e parë e Jules që është ndalur në ato 14 pikë. Bukur ai top It Mushic për Trilona Irizin që huqën nga afërsia. Adem Mekic tek Jules. Jules e humb topin. Nuk arriti të luan 1-1 me Irizin. Kallet Mushic bukur tek Sean Jones. Ka bën në hapa Sean Jones. 8 pikë pas kërcimet të tij sonte. Teksa ka bën me gjajse dhe Aminhot e humba top, nuk arrita ta shoh. Trilona Irizi do të gjuan për 3 pikë, realizon edhe njerë Irizi. 14 pikë të tij, Trishja e 3 sonte. Më i miri në fushë tek skuadra e Trepqës. Teksa shëni gabimin e Mitrovicasve, do të gjuan për 3 pikë. Adem Mekic nuk është i sakt. Irizi edhe njerë në vendin e duhur. Sa ndalë gjithë shka, Jackery Payne. Jones do të gjuan, është i sakt. Sean Jones. Shpërthim i skuadrës së Trepqës në qerekun e 3 të kësaj përballje, 19-4 seri. Mbrojtje mirë tashmë e Trilona Irizit, Lebovci e Zeqiri në lojë. Tek skuadra e Borës, Jules e plana do të zëvendësohen. Payne. Mushic.
Ajrizi, Jackery Payne, Jones. Gjuan nga gjysmë distanca, nuk është i saktuar në duart e Amin Hot. Adem Mekic, që dhe shkon vetë deri në fund, realizon vetëm pika e 6 e Borës në këtë qerek. Mushic tek Tuna, që blokohet, ka faul. Nga Zeqiri është personalja shkaktuar, apo jo? E shohim edhe njerë personalja e Adem Mekic e diskutojnë edhe njerë. Dyshja e gjyqtarëve. Jaja e Momini. Qëllan patën Tuna në tentimin e parë. Pika e dytë sonte. Pika e tij vetëm nga vija e gjuajtjes së lirë. Në mbrojtjen tashmë të Mikajlët Mushic, arrin të arruan në top. Jackery Payne ndalet me faul. Pas topa të vjedhur sonte të Mikajlët Mushicit. Pas 10 pikëve, 5-4 nga loja. 2-2 për dyshe, 3-2 për treshe, nërsa ka kontribuar edhe me 4 kërcime e 2 asistime. Do të kemi rishikim edhe njëherë të rastit. Sa kemi dyshen e gjyqtarëve këtu. Uri shikua edhe njerë rasti nga dysha e gjyqtarëve, nëse ishin 2 të lira apo ishin në tentim të pasimit Payne, por ato që do t'jenë 2 të lira për Jackery Payne. Qëllon në tentimin e parë. Jackery Payne 11 pikë, 7 asistime të tij. Njeri sakt. 22-62 krijohet tashmë edhe bërësia prej 20 pikëve Trepçës pas shpërthimit të Mitrovicasve në qerekun e tretë, 23-6. Mekic. Gjuan për 3 pikë, Adem Mekic nuk është i sakt. Mikajlët Mushic edhe njerë me jartin në kërcim. Ken Zeqiri ka shkaktuar faul. Shojmë edhe njerë momentin simi 5 ti Mikajlët Mushic, i cili tash edhe më herët i ka edhe 5 topa të vjedhur. Shumë aktiv në mbrojtje sonte. Qëllon edhe pikën e tij të 11, por edhe mësojmë, duhet të themi, që është në formë fantastike. 4 tentimi ka realizuar nga 5 që i ka tentuar. Vazhdon seria e Mitrovicasve, të cilët
tashmë janë plus 22. Mekic tek Zeqiri, do gjuan Adem Mekic, nuk është i sakt gjuhë, si shte më i lartë në vërtësim, e vënoj pak sa të pasim tek Zeqiri. Sa në anën tjetër, Drilon Ajrizi realizon edhe një herë tjetër treshe e Ajrizit, asistim i Mikajlit Mushic. 17 pikë të Drilon Ajrizit. Të shojmë edhe njerë pasimin në luk 5, apo pasim pa shikuar fare nga Mikajlit Mushic. Nuk ja qënë huq. Drilon Ajrizit që realizon për 3, dhe kjo është treshja e 4 të Drilon Ajrizit. 22, 60, e 7, 28 me 6 në qerekun e tretë. Do të rikthehemi pas këtij time-outi. Shojmë si do të përgjigjet tani skuadra e Borës. Arrin të mban shkurtë top në posedim, por nuk kuptohen Jones e Mushic, nuk arrin të mbajnë brenda vjave, vrapuan që 2 e u ngatruan. E ka shkelur vjen definitivisht Amin Hot. Top i humbur shumë më tepër sonte, vret mungesa e treshës së amerikanëve tek skuadra e Borës, se sa në anën tjetër tek Tripqa. Normalisht lojtarët vendor që i kanë në dispozicion e bëjnë diferencën, vjen treshja edhe nga Batën Tuna. Jones, Mushic, Ajrizi. Fush, Tuna, janë lojtarë vendor të Tripqa. Tenton për tresha Amin Hot, nuk është i sakt gjuhë si shtë më i lartë në vërsimin cili e mori ato. Tuna do të gjuan edhe njerë. Kësaj radhe nuk është i sakt Amin Hot. Foul nga Payne. Mekic, e dobin të kere Zart Mehmeti, shkurtër gjuajtja dobin e duart e Sean Jones. Drilon Ajrizi, edhe një tjetër treshe e Drilon Ajrizit, pika e 20, treshja e 5 të ti sonte. 24-73. Faulli Ajrizit ndaj Mekic. Sulejmani në vend të Gen Zeqirit. Sa shojmë edhe një treshën e 5 të Drilon Ajrizit.
ullet Sean Jones. Dardan kapiti të tjetë në loj. Tjetë reprezentues i Kosovës. Mekic nuk qëllon nga vija e gjuajtjes së lirë. Pikje 7 kërcime erdhen nga Sean Jones. I sak në të tytën. Adem Mekic. Pika e 9 të ti. Kajlët Mushic faul i jetë mirë Zeqirit. Unë nisë për një ngulitje me gjas. Kajlët Mushic zhoj me dhe njëherë. Por ndaljet me faul nga jetë mirë Zeqiri që do të ullet Lembovci në loj, ndërsa ullet edhe Triljan Ajrizi. Amzil në vend të ti 10-6 është edhe Triljoni nga loja 60% saktësi. 8-5 për Trishe. Mushic i sakt në dytën time 14 pik. 25 75. Ullet edhe Mikajlët Mushic. Arslan Agic në loj. Nuk kuptohet Ljepovci me Mekic. Patën Tuna në kundër sulm realizën. Për të filluar edhe më tepër avantajin 25-77. Jos 32. Adem Mekic. Shkurtër gjuajtja e ti të në të Ljepovci të mpoa mbrenda vijave nuk arriti. Gen Zeqiri do tjetë në loj. Arslan Agic të Dardan kapiti. Qeko i pej nuk shkon pasimi. Rezart Mehmeti bukur. Tek gjullë se këthen për një aksion të bukur të skuadrës. Burës. Tashmë sekundat e fundit të Qerekut. Të tret. Ku Trepqa i ka realizuar 38 pik. Batën Tuna. Pastër ja eqa tëp nga duar të Gjullës, teksa përfundan Qereku i tret. Ku Trepqa i qëllon 38 pik, 11 Borës. Shpërthyen Mitrovicasit në këto 10 minuta pas pushimit për të krijuar Eversi prej 30 pikëve plus 32 pra shkoj Eversia. Themi pak me Qerekun e fundit. Da jedan dribling i zakucava. Čekoni, change with full, What can I say? The third quarter...
Starton edhe 10 minutëshi i fundit i përballjes mbetur nga xhiroja e 5 Bora Trepça, ku Mitrovica si të falë shpërthimit në qerekun e tret kanë krijuar tashmë evropsi prej 30 pikëve. Zeqiri. Jules. Shkurtër gjuajtja, merë njerë kërcimin dhe për njësën vetë. Arslanagic. Tek Mikajlet Mushic. Nuk shkon pasimi. Kapiti. Arslanagic. E shkelat vi Sajra dhe Dardan Kapiti nuk u kuptua me Arslanagic, i cili pasaj gabim të bi humbur i Mitrovicasve. Amin hot tek Mekic. Nuk qëllon Gen Zeqiri e mera top. Amin hot realizon për 3 pik pas një kohë të gjatë del në skine dhe Amin hot me trishën e ti të 4 dhe pikën e 14. Arslanagic tek Tmushic. Gjuan për 3. Nuk është i sakt, topi në duart e Gen Zeqirit. Amin hot. Mehmedi tek Adem Mekic. I pa fa topi hyri e doli. O tentojnë me treshë që ta shkrije në përsin e thellë. Prishtina si tek sa batën tuna ka shkelur vijën. Tjetër të bi humbur i Mitrovicasve në këto momente. Pas Dardan Kapitit. Edhe një tjetër lojtare shkeli vijën. Treguar në të vëmendshëm pak qase. Por të paktën këto momente nuk patën dhe një ndikim të madh këto gabime të Mitrovicasve. Jetmir Zeqiri do t'jetë në loj. Ullet Genc Zeqiri. Adem Mekic tek Amin hot, dëgjuan edhe njëherë i sakt. Amin hot. 8-5 për trishë, edhe aj ashtu si që ka gjuajtur sonte edhe Drilona i rizin në anën tjetër, 55-77. Amzët luan 1-1 me Jetmir Zeqirin, i cili realizon pikët para të Trepçës në këtë qerek, pas seris prej 8 me 0 të Borës. Qëllon edhe Jules. Jackory Payne. Në distanca, nuk është i sakt Jules. Me i larti në kërcim. Right up tek Adem Mekic. 2 herë nuk qëllon. Do të pranohen me gjitha të pikët. Ne shojmë e ka prekur tabelën Dardan Kapiti.
12-2 seri e Borës në qerekun e 4 për të shkrier në 20 avantajin e Mitrovicasve. Amzil tek Batën Tuna, Gjuan për 3, shkurtër gjuajtja. Adem Mekic tek Genze Qiri, cili nuk realizon. Kajlet Mushic, vizje mashtruese e ti, por nuk e qëllon treshen. Aminhat tek Jules, ka faul, duke që nuk arriti që të Mushic të vendoset në kohë. Në mbrojtje. Dy të lira për Jules që tashmë i ka 22 pik. Nuk e qëllon tentimin e ti të parë. Double i ti. 22 pike, 11 kërcime. Pika 23. 60-79. Mushic tek Dardan Kapiti, i cili realizon me ngulitje e qëllon edhe pikën e ti të 8. Zeqiri tek Aminhat. Mirë Zeqiri. Mbrojtje mirë Amzil. Ulen Adem Mekic e Genze Qiri. Sulemani Mehmeti në loj. Maksimalisht po mundohet trajneri Zoran Kashelan të i shfrytëzon lojtarët që i ka në dispozicion, por shumë më tepër sonte është vërejtur mungesa e amerikanëve tek Bora. Tentimin e parë për 3 nga Batën Tuna, ja zgjat dorën Aminhat me një që shkaktoi faul. Edhe njëherë du të kthehet Genze Qiri në vazhdimësi ka zëvendësime. Aminhat është ai i cili do të ulet tek Mitrovicasit. M'falni, tek skuadra e Borës i përshëndeti tifozët Mitrovicas me këtë rast ish lojtari Trepçës Aminhat. Teksa Dardan Kapiti në shohim që qëllon edhe njerë pika e 10. 4-4 nga loja është. Dardan Kapiti nuk ka huqur asnjëherë, teksa ka marrë dhe 3 kërcime. 5 lojtarë të Trepça me pikë 2 shifrore, pra 20 Ajrizi, 14 Mushic, 12 Payne, nga 10 i kanë 2 qendrat, Sean Jones e Dardan Kapiti. Aksion i bukur i 2 Zeqirëve. Jetmir Zeqiri asistoi për Genze Qirin, i cili realizon. Pika e 6 e Genze Qirit. Jackery Payne tek Batën Tuna. Edhe njerë Payne do të gjuan për 3. Isak Jackery Payne. Pas asaj iniciative të skuadrës së Borës që e nisi qerekun e 4 me seri prej 13-2. Tashmë gradualisht po i shohim të përgjigjet edhe skuadra e Trepçës. 15-9 është rezultati momental në këtë qerek për të ruajtur avantazhin ekipi Mitrovicas. 4 minuta e 16 sekunda do t'jenë deri në përfundim të kësaj përballje. E kësaj shohim një nga momentet e më parshme. Duelin e Mekicit me Arslan Agic.
Amin Hot. Jules. Shka i top tek Jet Mirzeqiri, I cili realizon 64-86. Mushic tek Payne. Kajlet Mushic nuk është I sakt luft për atë top. Që përfundon në duart e Rezart Mehmetit. Jules. Deri në fund. Pa faul. Kjetë në vjen në gjojtje së lirë. Duket I nervozuar për këtë faul Jules. Nuk po arrita kuptoj pse, gjithsesi. Është në vjen në gjojtje së lirë. 6-3 nga kjo pozicion të I qëllan pikën e tij të 24. Qëllan edhe një herë. Jules. I cili do shkohet me teknike pas provokimeve. Sa marim vrejtje edhe shikuesit. 3 minuta e 32 sekunda janë deri në përfundim. Zeqiri do t'jetë në lojë. Jules do të ullet për ta qetësuar normalisht situatën. 25.11 kërcime të tij sonte. Jackery Payne është në vjen e gjojtjes së lirë, 15 pikë të tij. E qëllon gjojtjen e lirë teknikës Jules. 66-87. Shtuar edhe 9 asistime sonte Jackery Payne pos 16 pikëve të tij. Amzil. Trejuan Tuna. Nuk është I sakt. Zeqiri. Rezart Mehmeti në mesin e dy lojtarëve realizon pikët e para të Mehmetit sonte. Sa faul në anën tjetër ka shkaktuar Amin Hot. Burim Zekiqi do t'jetë në lojë, Batën Tuna ullet 8 pikë të Tunës. Burim Zekiqi me të futur në lojë të nëtën të reshen. Nuk është I sakt, mbetet 60-87. Gen Zeqiri. Një afër tij është Mikajlet Mushic. Rezart Mehmeti tek Adem Mekic. Mehmeti 4 sekonda. Direkt në trup të Amzilit e të Mushicit. Duket që ka pasur lojë me këmbë nga Amzil. Vazhdojnë të takon topi skuadrës Borës. Gen Zeqiri. Amin Hot.
Do të gjuan për 3 pika, Amin Hot nuk është i sakt. Në duart e Jackery Payne, ndërsa Amin Hot ka shkaktuar faul, është e 5-ta e tij, duhet ullet Amin Hot, i cili përshëndetet në këtë moment edhe nga publiku. Përfundon ndeshja për të 17 pikë të Amin Hot, i cili ka qelluar 5 trishe, 6 kërcime, 3 asistime, 2 topa të vjedhur, por sot nuk mjaftoi performanca e tij e mirë. Pasimi fort i Amzil për Dardan Kapitin. Adem Mekic. Medi bukur ai top tek Jetmir Zeqiri, pika e 10 e Zeqirit. Tuari 4 tek Bora me pikë 2 shifrore për 70-87. Jackery Payne, Amzil shkan deri në fond, realizon. Mustafa Amzil, pika e 4. 70-89. 1 minutë e gjysmë deri në fund. Tripqa do të e regjistron fitoren, ndërsa këto 2 skuadra do të takohen, pra të nderuar shikues, edhe pas nesër pikërisht në këtë palestër edhe një herë për të e vazhduar pra gjirën e radhës në kuadër të Pro Kredit Superligës. Pam, Jackery Payne nuk arriti të realizon, e mur veta top në kësh. Vazhdon sulmi i skuadrës Borës. Në fakt, nëse Trepqës kur kemi hyrë në minutën e fundit zëvendësimi 2 fisht tek Bora me Medje Mekic ulen, ndërsa edhe tek Trepqa kapiteni Anes Gashi është në lojë, si edhe Venis Saliti. Duket që e ka shkelur vijën Jackery Payne. I sak në të dytën. Ka 17 të ti. 70-10. Gen Zeqiri. Jetmir Zeqiri. Lana dhe të gjuan për 3. Nuk është i sakt. Jetmir Zeqiri tentoj, nuk qëlloj, por është aty Halim Libovcia, i cili i qëllon pikët e tij të para. Zgashi tepërton bllokohet nga Libovci. Sa po i shohim lojtarët e rinj tashmë. Gen Zeqiri do të ndalet për tentuar. Zeqiri tek Sulejmani gjuan, nuk qëllon edhe njerë. Jetmir Zeqiri e merr top. Haliti e ka vjedhur. Amzil tek Anes Gashi. Do të përfundon ndeshja, të nderuar shikues, me këtë gjuajtje të Halitit, i cili nuk arriti të qëllon. Trepçarin të mposhtë Borën në ndeshjen e mbetur nga Gjiroja e 5 dhe vendimtari është Qereku i tretë. 38-11 në Qerekun e tretë. Shpërtheu skuadra e Trepqës, ku krijoi edhe përsi deri në plus 32, ndërsa gjithçka arriti të bëj Bora ishte të shkrihen avantazhin në Qerekun e fundit. 20 pikë nga Drilon Ajrizi, është më i dalluari tek Mitrovicasit e krahti. Qëndruan edhe Jackery Payne me 17 pikë, 9 asistime, 14 pikë, 5 kërcime, 6 topa të vjedhur erdhën nga Mikajlit Mushic, teksa nga 10 pikë i shtuan edhe 2 qendra, Jones e Kapiti. Në anën tjetër tek skuadra e Borës,
ishte gjusmë i dalluari me 25 pike, 11 kërcime, 17 nga Aminhot e nga 10 i shtuan edhe Mekic e Zeqiri. Për pak qasit jemi edhe me intervistat. Jemi këtu edhe me kryetrajnerin e skuadrës së Borës. Coach, after those wins you got, I guess tonight the missing players of your team affected your game more than they did in Trepça's team. Because you started good, managed the first quarter, but in the third quarter, well, you accepted 38 points. Yeah, congratulations to Trepça. They proved why they have better team and why they are champions with that many good players. And I'm really happy how we responded the most of the time that we spent on the court. As you said, in third quarter it was obvious with 10 turnovers and with many easy buckets, and physically we could not respond against very good opponent and with the depth roster that they have, and that was the main difference. So I'm proud that we didn't give up till the end, and I think this game can help us to learn some new things, especially for youngsters who spend maybe first minutes in their career playing on the court where champions are playing. And Coach, 2 days after you're playing again here, again it's against Trepça, but it will be a different with 3 more Americans. Do you think that you can get a win if when they come, I mean? We are always positive and we always want to fight and to see how to play against any team, but we have to be realistic that Trepça is maybe the best team, at the moment the best team in the league, no doubt, and but we will not give up. We will give our best and let's see what's going to be. Thank you very much, Coach. Good luck. Atëherë ishim edhe me trajnerin Zoran Kaqelan, tha që me të vërtetë Trepça e përgëzoi skuadrën e Trepçës, pati paraqitje mjaft të mirë, tha jam kryesisht i lumtur se si u përgjigjëm ndaj skuadrës Mitrovicase, të cilët kanë skuadrën më të mirë aktualisht në vend, dhe në përgjithësi tha që skuadra e tij e bëri maksimumin prej këtij rosteri që e kishte, e sidomos u shpreh lumtur edhe për disa nga lojtarët e tij të rinj, të cilët i patën ndoshta edhe minutat e para të tyre në Super League. E pyeta nëse kur të rikthehen lojtarët amerikanë do të mund të bëjnë diçka më tepër ose të marrin edhe fitore ndaj skuadrës së Trepçës. Trajneri Kaqelan tha duhet jemi realist, pasi që skuadra e Trepçës është më e mira në Kosovë aktualisht dhe është problem që të marrim edhe fitoren, por do të mundohemi të bëjmë maksimumin dhe të shpresojmë që të arrijmë të nxjerrim diçka pozitive edhe nga ajo ndeshje. Për pak çfarë do të kemi edhe me trajnerin Adis Beqiragic.
është tashmë edhe trajneri Adis Beqiragic. Coach, the third quarter was the quarter where the game was decided, but you started slow the game. The first quarter they controlled, in the second one you started coming back. What happened in the first half of the game? I don't know. We have to ask our players. If you ask any coach, every coach wants to get to 40 minutes focus, but this is like that. We cannot fight. But anyway, the most important thing that we won the game. We are right now, after that we start the season very tough for us. Now we are on the leader position. That was most important. And 2 days later we play against full roster this board, and we will be full roster. We will try to do everything to at least this first 2 quarters of the league to finish, if it's possible, as a leader, which really is important for us for the next days for the playoff. And do you think, you're saying, Coach, now both of you will be in full rosters. Yes. Do you think they will cause more problems when they will be with full roster? Tonight game is not the game which you cannot to say anything about both teams. They miss the players, we miss the scorers. We bring 2 guys to score. We played not bad basketball, but we had a problem with the score, and that's the reason we bring 2 guys. So we will be different team, and they will be different team. And we can say very easy that after this coach come, they play maybe the best basketball right now in the league, and so it will be a tough game for us. Thank you, Coach, very much. See you in 2 days. Atëherë ishim me trajnerin Adis Beqiragic që e pyeta për atë startin e ngadalshëm të skuadrës së Trepçës dhe tha që duhet t'i pyesim lojtarët sepse po nisin në atë mënyrë. Të gjithë trajnerët dëshirojnë që të kemi për 40 minuta fokus janë lojtarët tonë, megjithatë ata nuk e nisën mirë këtë ndeshje, por tha jam I lumtur për këtë fitore e cila ishte shumë e rëndësishme që të rikthehemi të marrim pozitën e parë në renditjen tabelare, ndërsa tha pas 2 ditësh do të jetë një ndeshje plotësisht ndryshe dhe ku do të jemi që të dyja skuadrat me rostere të plota. E pyeta nëse do të ndikojë kjo gjë dhe do të jetë më e vështirë kjo ndeshje për skuadrën e Trepçës, tha që kjo ndeshje e sotme nuk duhet mirët parasysh shumë, pasi që ishim 2 skuadra plotësisht të ndryshme dhe 2 skuadra plotësisht të ndryshme do të jemi të enjtë mbrëma, pasi që neve na rikthehen 2 skorerët apo lojtarët pikëshënuesit kryesor, të cilët I ka marrë skuadra e Trepçës dhe do të mundohen që të shfaqen një lojë më të mirë, pasi që tha duhet të pranojmë që nga ardha e trajnerit Zoran Kashqelan tek skuadra e Borës, ata aktualisht po luajnë basketbollin më të mirë në vend. Pra, të nderuar shikues, kaq nga kjo ndeshje. Unë juftoj që të vazhdojnë që të qëndroni me programin e pasur sportiv të Art Motion, e ne do të shihemi pikërisht në këtë palestër me duelin e njëjtë ndërmjet të Trepçës dhe Borës të enjtë mbrëma. Për sonte, ju them natën e mirë.